Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion, ku ju njohim me lajmet e ditës. Fillimisht titullat kryesor. 4 persona u arrestuan për zjarrin në kompleksin Arlis në Tiranë, administratori i pallatit, inxhinieri i ndërtimit, administratori i kompanisë që bëri fasadën, si dhe menaxherja një marketi në katrin e parë, ku dyshohet se razjarri në disa mbeti kartonit të lëna jashtë. Pronari i Arlis, Armand Lilo, po hetohet në gjendje të lirë në lot për humbjen e investimit të një jete. Banorët akuzojnë përcilësi të dobët të materialit në fasadë, që sipas kreut të zjarfikësve të Tiranës duhet të ndalohet për tu përdorur. Më 30 prill do të nisë gjyqi i vërtetë i aferës Partizani, ku Berisha dhe dhëndriti maltezi akuzohen për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK ka thirrur 8 dëshmitaret e parë, mes të cilëve 5 drejtues të ish-klubit Partizani, të cilëve ju mor prona. GKK pranoi në seancën e kësaj të mërkure kërkesën e Berishës dhe maltezit që Edi Rama të thirrë dëshmitar. SPAK godet një grup të strukturuar kriminal ndërkombëtar të përfshirë në trafik droge, krim të organizuar dhe pastrim parash. Gjatë operacionit të zhvilluar sot nga 11 masa arrest me burg, vetëm 3 u arrestuan, ndërsa 8 janë në kërkim përfshirë Jetmir Pepën, një personazh i njohur që dyshohet si kreu i grupit. Nga hetimet rezulton se në 8 episode në 2020 grupi kriminal trafikoi 7.5 ton kokainë nga Amerika Latina në Belgjik dhe Holand. Prokuroria e posaçme sekuestron 12 milionë euro pasuri të grupit nga Shëngjini, Tirana e deri në Himare, Sarandë. Report Televizion zbulon se pas 3 call centerave në Tiranë, dyshohet se fshihet Granit Petnika, një punojse e penduar, i tregoi hetuesve zyrën e tij ku ju sekuestrua edhe kompjuteri personal. Ndaj këtij pritet të lëshohet urdhër arresti, por me gjithë provat e shumta të gjetura dhe 10 personave të arrestuar që shihen si indicje se operacioni nuk është dekonspiruar, i riu nga Tropoja dyshohet se ka lënë vendin. Bordi i Transparencës vendosi uljen e çmimit të naftës me 8 lekë dhe shitjen e saj me 207 lekë për litër, ulje me 4 lekë dhe benzina e cila po shitet me 174 lekë për litër. Për shkak të shtrëngimit të naftës nga sot, flota e autobusëve të transportit urban në Tiranë është reduktuar me 40% nga numri i mjeteve që ishte në qarkullim më parë, duke shkaktuar pritje të gjata dhe fluks të qytetarëve në kryeqytet. Donald Trump thotë se një marrëveshje me Iranin mund të arrihet brenda muajit prill, por mediat amerikane raportojnë se SBA do të shtojë këto ditë 10.000 trupa në linjën e mesme. Një delegacion pakistanez i nivelit të lartë ka mbritur sot në Teheran për të përcjellë një mesazh të ri nga Shtetet e Bashkuara lidhur me bisedimet e ardhshme. Ushtria iraniane kërcënon se nëse Amerika nuk zhbllokon ngushticën e Hormuzit, do të bllokojnë kalimin për në detin e Kuq. Dram dhe emocione të forta priten sonte në superduelin mes Bayern Munich dhe Real Madrid, i vlefshëm për çerekfinalen e kthimit në Champions League. Trajneri Arbeloa dhe Mbappé premtojnë përmbysjen dhe të tregojnë se kush janë galaktikët, ndërsa gjermanët besojnë tek një tjetër fitore. Ndërkohë po sonte Arsenali synon të kompletojë kualifikimin në gjysmëfinale kundër Sportingut.